Ndërkohë, përfaqësuesit e Bashkisë së Milanos, pjesë e projektit ndërkombëtar, janë takuar këtë të martë me kryebashkiakun Ermal Dredha në zyrën e tij. Lajmi është bërë i ditur nga vetë kryebashkiaku Dredha në një postim në rrjetet sociale. Në ditët e fundit të punës në bashki, si pjesë e një procesi të gjatë pune, zhvilluam një takim të rëndësishëm me përfaqësuesit e Bashkisë së Milanos për të diskutuar mbi vijimësinë e projektit të përbashkët financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, shkruan Dredha. Ky projekt 3 vjeçar, i cili nisi që prej marsit të vitit 2024, ka në fokus përmirësimin e sistemeve të ujrave në zonën e Zvërnecit, digitalizimin e sistemit të ujrave të pishëm, si dhe bashkëpunimin ndërinstitucional për shfrytëzimin sa më efikas të tyre. Ndërsa pretendon se ky është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të marrëdhënieve mes qytetit tonë dhe partnerëve ndërkombëtar, si dhe një garanci konkrete për një të ardhme më të qëndrueshme dhe më standarde për qytetarët e Vlorës. Ndërsa përfundon se ky është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të marrëdhënieve mes qytetit tonë dhe partnerëve ndërkombëtar, si dhe një garanci konkrete për një të ardhme më të qëndrueshme dhe me standarde më të larta për qytetarët e Vlorës.